Sara ishte një vajzë e bukur 23 vjeçare që sapo ishte zhvendosur në Sydney, Australi, fal ndikimit të familjes së saj. Ajo kishte një shansë për një jetë të re në një qytet shumë të ndryshëm nga vendi ku kishte jetuar më parë. Gjithçka ishte e re për të: njerëzit, peizazhet natyrore, rrugët e zëna e të tjerë. Me pak paratë që kishte e marrë nga prindrit e saj, Sara u vendos në një kompleks apartamentesh pranë një pylli, pasi ai dukej më afër shtëpisë së saj. Një ditë, shoku i saj i ri, Rayli, i tha se kishte gjetur një gjarpër që fshihej në dollapin e saj dhe nuk dinte çfarë të bënte. Fatmirësisht, për Raylin, ai po fliste me personin e duhur për këtë punë. Sara u ofrua me entuziazëm të ndihmonte dhe të hiqte gjarprin nga shtëpia e tij me kujdes. Rayli e paralajmëroi që gjarpri mund të ishte helmues dhe ajo do ishte e kujdesshme. Sara tundi kokën me besim dhe siguroi se e dinte si ta trajtonte, pasi kishte përvojë me gjarprit në vendëlindjen e saj. Të dy shkuan në apartamentin e Raylit dhe Sara e kapi gjarprin me shpejtësi. Rayli mbeti i habitur duke parë se si Sara trajtonte një kafshë të egër me kaq qetësi. Sara e mori gjarprin dhe e çoi drejt pyllit për ta lëshuar. Rayli e pagoi për punën, që ishin të ardhurat e saj atë para që kur kishte mbritur në Sydney. Ajo telefonoi prindrit e saj për t'u treguar atë dhe ata e përgëzuan për fillimin e saj të ri. Babai i saj i tha: "Jam shumë krenar për ty zemër, jeta jote po ndryshon për mirë. Kujto ku ishe vetëm disa muaj më parë, jemi me fat që nuk je më atje." Babai i Sarës kishte të drejtë. Disa muaj më parë Sara kishte jetuar me burrin e saj afër luginës së kangurëve, vendit ku ishte rritur. Babai i saj kishte një fermë gjedhesh atje dhe ishin gjithashtu kapës të gjerpërive të qytetit. Që kur ishte e vogël, babai i Sarës e merrte me vete për të kapur gjerpërit sa herë që njerëzit e thërrisnin për të larguar vizitorët e padëshiruar nga shtëpitë ose bizneset e tyre. Me kalimin e kohës, Sara filloi të mësohej me ta dhe u bë shumë e aftë në trajtimin e tyre. Ajo dinte shumë për gjerpërit dhe nuk kishte frikë as pak. Duke punuar si e vetmja kapse gjerpërish femër në zonë, Sara mori shumë vëmendje dhe shpejt u bë e njohur për talentet e saj. Një ditë Sara mori një telefonat nga një prej hoteleve në qytet. Në një nga shkuret pranë fushave të tenisit kishte një gjarpër të madh të zi. Sara mbriti me pajisjet e saj që përfshinin vetëm një çantë të madhe kafe dhe pincë gjarpëri. Për lehtësimin e mysafirëve, kapësja e re e gjerpërive arriti të hiqte gjarprin me disa lëvizje të shpejta. Të gjithë mysafirët që ishin larguar dhe po shikonin nga një distancë e sigurt, filluan të duartrokitnin Sarën. Një mysafir në veçanti u intrigua nga kapësja e bukur e gjerpërive. Një burr shumë i pashëm i u ofrua Sarës. Ajo prezantua si Ali dhe e ftoi për një takim për të treguar vlerësimin e tij për atë që kishte bërë. Ai nuk dukej shumë interesuar në aktin e kapsës së gjerpërinjeve, por më shumë në Sara për bukurinë dhe shkëlqimin e saj. Sara kishte qenë beqare gjatë gjithë jetës së saj dhe u maknit lehtësisht nga ky burr misterios dhe i pashëm. Ata përfunduan duke dalë disa herë së bashku dhe ndërsa Sara filloi të njihte Alin më mirë, u zbulua se ai ishte nga një familje shumë e suksesshme dhe e famshme. Edhe pse Sara ishte një vajzë e thjeshtë, e rritur në një fermë, ajo vlerësonte dhuratat e shtrenjta dhe përvojat luksoze që Ali i ofronte. Pavarësisht ndryshimeve në marrëdhënien dhe jetën e saj, Sara mbeti e vërtet me veten dhe vazhdonte të praktikonte gjërat që i pëlqenin, si kapjen e gjerpërinjve. Edhe pse Ali e konsideronte pak të çuditshme, ai përpiqej të pranonte dhe të mos e lejonte të ndikote në marrëdhënien e tyre. Ai premtoi Sarën dhe familjen e saj se nuk do të shqetësoheshin më që kur ai ishte në jetën e saj. Nëse vetëm kjo do të ishte e vërtetë. Kur Sara dhe Ali u martuan, marrëdhënia e tyre fatkeqësisht mori një kthes për të keq. Ai filloi të ushtroi presion mbi Sarën që të ndalonte të punonte me gjerpërinë. Ai tha se kjo nuk ishte diçka që njerëzit në klasën e tyre bënin dhe ishte e turpshme. Për të, gjarpri i Sarës, të cilin ajo e kishte marrë me vete, kur u shprëngull me Alin, nuk e pëlqente Alin dhe do të kërcënonte drejt tij sa herë që ai ishte përreth. Edhe pse Sara donte të bënte që marrëdhënia të funksiononte, ajo gjithashtu nuk donte të sakrifikonte atë që me të vërtet e donte.
Një ditë Ali e kërcënoi se nëse nuk do të hiqte dorë nga gjerpërit, do të pendoheshin. Sara kishte frikë nga kjo, anë e Alis, që nuk e kishte parë kur më parë. Pas dasmës, ngjyrat e vërteta të tij filluan të shfaqen dhe ai kishte një problem të madh me zemërimin që vetëm dukej se po përkeqësohej. Një natë, Ali u kthye në shtëpi, krejtësisht i dehur dhe filloi të mallkojë Sarën. Ai e fajsonte atë për dështimin e biznesit të tij dhe thoshte se ajo po njolloste imazhin e familjes me kapjen e gjerpërinjve. Sara u përpoq të ikte me gjarpërin e saj, por Ali e kapi dhe e goditi. Pas këtij incidenti, Ali gjeti më shumë arsye për të treguar dominimin e tij mbi Sarën në disa raste. Sara ishte shkatruar dhe kishte frikë për jetën e saj, ndërsa tensioni mes tyre rritej. Ali ndjente se Sara do të gjente një mënyrë për të ikur prej tij. Ai donte kontroll të plot mbi Sarën dhe nëse nuk mund ta kishte atë, do të kthehej në ekstreme. Një ditë Ali pa një bilet avioni në çantën e Sarës dhe mendoi se kjo do ta çonte atë në kufirin e durimit. Ata patën një argument të madh që zgjati përjetësisht, por në vend që të bënte atë që kishte bërë gjithmonë me Sarën, Ali në ndikimin e alkoolit tha: "E di çfarë? Jam lodhur dhe ngopur me këtë. Nuk do të lutem të qëndrosh. Ik dhe merr me vete gjarpër të ndyr." Atë natë Sara mori një avion për në Sydney dhe kur nuk shkoi mbrapa. Për muajt në vim, Sara vazhdoi jetën e saj në këtë qytet të ri, e magjepsur nga jetë e egër lokale dhe duke bërë miq të ri. Ajo shpesh ndante histori për aftësinë e saj të kapjes së gjerpërive dhe për gjarprin e saj të dashur me miqt, të cilët mbeteshin të habitur nga talenti i saj. Ajo madje filloi të bëjë vullnetarizëm në një qendër lokale për shpëtimin e kafshëve, për të fituar më shumë përvojë duke punuar me lloje të ndryshme të kafshëve. Fatkeqësisht, një tragjedi ndodhi një ditë kur shoku i Sarës, Reli, mori një telefonat nga pronari i apartamentit të Sarës. Ata kishin gjetur trupin e pajet të Sarës në apartamentin e saj dhe shkaku i vdekjes ishte i panjohur. Miqtë e familje e Sarës ishin të shkatruar nga lajmi dhe kishin vështirësi të pranonin humbjen e papritur të një vajze kaq të gjallë dhe të talentuar. Gjarpri i Sarës u gjet i padëmtuar, por nuk kishte shenja të ndonjë krimi ose hyrje me forcë në apartamentin e saj. Dukej sikur Sara thjesht kishte vdekur papritur. Ali, i cili ishte ende ligjërisht burri i saj, u shfaq në funeral dhe fajsoi vdekjen e Sarës mbi gjarprin, duke thënë se ai e kishte kafshuar dhe kishte vrarë me helm. Prindërit e Sarës ishin të shkatruar nga humbja e vajzës së tyre, por e kishin të vështirë të besonin se gjarpri i saj i dashur mund të ishte shkaku i vdekjes. Ata morën pjesë në funeral së bashku me të gjithë të tjerët nga qyteti, por ajo që pan aty ishte gjëja e fundit që kishin pritur. Ata e vendosën trupin e Sarës në varr dhe filluan të mbulonin me dhe kur papritmas gjarpri i saj i dashur u shfaq. Baba i saj, duke ditur se si i ishte lidhur gjarpri me Sarën, lejoi kafshët të thoshin lamtumirën e fundit. Pastaj, ai u mbështoll rreth krahut të saj. Ali, i cili qëndronte pranë dhe papritmas, hiqeni atë krijesë të ndyr prej saj. Miqtë e familje e Sarës muret diçka të çuditshme në sjelljen e gjarprit të saj të dashur. Krisa zakonisht e qetë, duket e shqetësuar dhe madje agresive, veçanërisht ndaj Alit. Disa nga të pranishmit nuk mund të mos pyesnin nëse sjellja e kafshës ishte një shenjë ndonjë dyshimi të fshehur ose shqetësimit, duke nxituar spekulime rreth asaj që me të vërtetë kishin ndodhur me Sarën. Por askush nuk e preku gjarprin, kurioz nëse gjarpri do të bënte një gjë të tillë. Baba i Sarës, i cili nuk kishte frikë nga gjarpërinë, preku dorën e vajzës së tij dhe u bevasua të ndjente se ajo ishte ende e ngrohtë. Ai shpejt fshiu dheun nga Sara dhe ngriti nga varri. "Vajza ime, a je aty? A më ndëgjon? Të lutem, thuaj diçka." Lutej babai. Ajo që ndodhi më pas ishte kaq e çuditshme. Për habin e të gjithëve, Sara papritmas mori frym thellë dhe u ngrit gjallë. Ajo kishte qenë gjallë gjatë gjithë kohës. Të gjithë bërtitën me habi dhe lumturi, ndërsa Ali ishte i tmerruar dhe iku nga vendi. Sara shkoi në shtëpi me prindrit e saj për t'u shëruar. Në javët që pasuan, hetimi vazhdoi. Policia intervistoi të gjithë të njohurit e Sarës, përfshirë burrin e saj, të cilin arritën të arrestonin. Ndërsa fillimisht kishte qenë bashkëpunues, historia e tij filloi të zbehej nën kontrollin dhe kur provat u kthyen,
Ishte e qartë se Ali kishte ndjekur Sarën gjatë gjithë këtyre muajve. Ai kishte hyrë në apartamentin e saj, duke i thënë pronarit se ishte burri i saj dhe i kishte tentuar ta helmonte. Gjykata e shpalli burrin fajtor dhe ai u dënua me burgim të përjetshëm për përndjekje për të vrarë Sarën.